Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se Amerika pa Evropën është një ishull, ndërsa Evropa pa Amerikën është një gadishull, duke theksuar rëndësinë e aleancave mes dy kontinenteve. Ai vuri në duke se pas nisjes së luftës në Ukrainë, Evropa ka më pak miq dhe për këtë arsye duhet të forcohet ushtarakisht. Duke analizuar marrëdhëniet historike mes SBA-s dhe Evropës, Rama tha se gjithmonë ka pasur momente tensioni dhe keqkuptimesh mes tyre. Megjithatë, ai theksoi se ideja e bashkëpunimit ka mbizotëruar gjithmonë, pasi ndarja midis dy aleatëve do të dobësonte të dyja palët. Kryeministri shqiptar foli për presidentin amerikan Donald Trump, duke sugjeruar se ndoshta Zoti ja ka shpëtuar jetën jo vetëm për të realizuar vizionin e tij për Amerikën, por edhe për të zgjuar Evropën. Sipas tij është jetike që Evropa të ketë një strategji të qartë për mbrojtjen dhe diplomacinë, pa u kthyer në një fuqi ushtarake të pakontrolluar. Rama nënvizoi se gabimet e liderëve europian mund të kenë pasojë afatgjatë, ndërsa vendimet e duhura mund të ndikojnë pozitivisht në brezat e ardhshëm. Ai theksoi nevojën për guxim dhe për një qasje gjithëpërfshirëse ku diplomacia dhe mbrojtja të jenë në ekuilibër. Në përfundim, ai theksoi se Evropa duhet të reflektojë pse ka humbur miq dhe të ndërtojë një qasje më të fortë në skenën ndërkombëtare.